Rritja nivelit të ujit në lagun ka krijuar probleme në zonën e manastirit, ndërsa katet e para të objekteve ndimse kanë ende prezencë uji. Problematika është regjistruar si pasojë e fenomenit të baticës, por dhe për shkak të bllokimit të kanalit të Dalanit, i cili lidh lagunën me detin. Mos shkarkimi i ujrave në det, i shoqëruar me baticën, ka sjell këtë situatë. Banorët e zonës shprehen se një fenomen i tillë nuk është vërejtur të paktën në 35 vitet e fundit. Përveç prezencës së ujit në banesa, rritja nivelit të ujit ka sjellë dhe dëmtimin e urës që të çon drejt manastirit të Zvërnecit. E keni pa në një nivel? Jo. Është kush e di se kur mund këtë qenë herë e fundit. Po, është çudi. Ndofta është ajo që thamë, mbyllu Dalani, plus i pati gjithë deti pati që në oriku me çat gjuam. U ngrit mbi 1 metër e sa ujë. Edhe është diçka e çuditshme, mund ta quajmë. Tanë që vajti ujë dhe brenda, tha, nuk ishin po dëgjova që uji arriti se shkoku është niveli. Edhe është futur deri se aty është nivel i ulët. Ka si dëmtime? Detyrimisht uji dëmton edhe kur të lag këmbët të dëmton, jo këtu ja dhe ura. Shikoj aty përfundos. Kjo sikur se ka shumë të gjatë, sipas shenjave. Po ndofta nuk e dim ato të cilësi e ndërtimit, po ndofta ambienti lagështia këtu. Plus edhe varet edhe nga lloji materiali se çfarë do kolloj ure, duhet të jetë edhe besoj materiali veçantë. Që të rezistojë lagështisë. Diskutohet ajo që të vinë vizitor, turist, do investim. Infrastruktura është e para, që të rruga, hajde se rruga mori një farë drejtimi, ja dhe parkimi atë atje që bëjsh lëmsh dikur. Detyrimisht që kjo ura për momentin është problem. Për momentin shtyhet e një çik, po është në gërramat e fundit mund ta quajmë. Kështu që nuk e di, po e shtytje e këtë vit. E kuptoni, u gjithë kjo lagështia këtje, po përplasën dalë këtja ku kanë ngrop atje, po përplasën dalë atë. Ajo çfarë pretendon ti do kalbet. Unë kam banuar dhe vazhdoj të kem një ambient aty shërbimi. E kemi parë ndonjëherë në situatë të lagunën, solli dhe përmbytje brenda manastirit? Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Të paktën për këto 35 vjet unë kam përdorur këtë territor për nevojat e mia apo të familjarëve të mi. Nuk ka rezultuar kurrë e tillë. Unë kam qenë prezent edhe kur është inauguruar kjo. Edhe nëse kam Po pëson dëmtime edhe ura. Ura është në gramat e fundit, nuk bëhet fjalë fare, nuk do ketë jetë gjatësi. Përveç këtu janë të interesuar, kjo është dhurat për këta varkëtarët e llojit ton, se ata presin me sekondat që kjo të mos jetë në funksion, që të fillojnë vargëzimin për pasagerët. Çfarë ka ndodhur me rritjen e nivelit? Janë bllokuar kanalet? Janë bllokuar daljet e ujrave të larta që quhen se kjo andaj ka zojnë në kuptimin burimin kryesor. Edhe dalanet mbyllen ose hapen në varësi të sezonit të gjuetisë. Kështu që për momentin është prishur kjo sjellje. Ky sistem. Ose po, ky sistem i furnizimit me ujë kur është e nevojshme dhe i shkarkimit kur është po e nevojshme. Në këtë plan ajo është abandonuar me fjalë, me qëllim është abandonuar, që kjo ta ketë këtë fat që provoni ju sot apo unë apo ne. Patjetër. Katet e para po njëri i ka abandonuar nga funksioni. Dërgoh turistë huaj të cilët vizitojnë zonën për herë të parë pranojnë se niveli i ujit është rritur ndjeshëm. Megjithatë, sipas tyre, një vizitë në manastir mbetet e domosdoshme gjatë qëndrimit në Vlorë. I'm from the Netherlands, from Holland. It's the first time we are in Albania. We are making a round trip from our home to Turkey, and now we are on the way back home. And we will be at home in 3-4 weeks. First time I'm going to visit it. Objekti pranë manastirit prej ditësh përballet me përmbytje sipas informacioneve aktualisht po punohet për thellimin e kanalit të Dalanit me qëllim rikthimin e qarkullimit normal të ujit dhe kthimin e situatës në normalitet.